Shqiptarët qërheshtin nërmes e tërferit, kruar një popull mësohet tërmë ose ketë shpresë. Në këtë tokë ku lind dielli mbi varfërinë, ku fëmijët shkojnë në shkollë me barkun bosh dhe ëndrat boshatisen bashkë me frigoriferin e shtëpisë, një pyetje therrse ngrihet çdo mëngjes: pse heshtin shqiptarët? Pse heshtin kur krimi I organizuar është bërë shtet, kur zyrat publike janë kthyer në banka të mafies, kur gjyqtarët e prokurorët janë milioner pa trashëgimi, e mjekët të lodhur nga poshtërimi, po ikin njëri pas tjetrit jashtë vendit? Pse hesht ky popull që dikur ngriti flamurin me gjak, ndërsa sot pranon të jetojë me duar të lidhura përpara një qeverie që e rjep ditën dhe e gënjen natën? Një vend që po shuhet në heshtje. Në Shqipëri sot nuk vdesim vetëm nga uria apo sëmundja, vdesim çdo ditë nga mungesa e shpresës. Nga mosbesimi, nga padrejtësia që është bërë normë, nga pabarazia që rritet si kancer në çdo cep të këtij vendi të lodhur. Në spitale mungojnë barnat, por te tenderat e qeverisë nuk mungon kurrë asgjë. Në shkolla mungon dija, por në universitetet private mbretëron paraja. Në gjykata mungon drejtësia, por nuk mungon kurrë telefoni I lartë që jep urdhra. Një popull I mësuar të përkulet. Shqiptari është lodhur. Dhe kur lodhja bëhet kronike, ajo kthehet në heshtje. Në këtë vend, njeriu nuk pyet më pse nuk ka punë, pyet vetëm a ka ndonjë lidhje. Nuk pyet më pse drejtësia nuk ekziston, pyet vetëm kush është më I forti. Nuk pyet më pse nuk ka shtet, pyet vetëm si të shpëtojë nga shteti. Kjo është tragjedia e një populli që e ka pranuar skllavërinë si normalitet. Një popull që nuk del në rrugë, sepse nuk ndryshon asgjë. Një popull që sheh djalin e një ministri të vjedh miliona dhe e quan I Zoti. Një popull që sheh një të varfër të dënohet për një faturë dritash dhe e quan budalla. Jeta që nuk ka më vlerë. Në Shqipëri, jeta e njeriut nuk vlen më as sa një tender. Nuk vlen as sa një koncesion, as sa një luks ministri, as sa një udhëtim I deputetëve në hotele me 5 yje. Në këtë vend, vdes çdo ditë dikush në rrugë për mungesë urgjence, në spital për mungesë oksigjeni, në shtëpi për mungesë shprese. Dhe askush nuk përgjigjet. As qeveria që I ka duart me gjak. As opozita që I ka duart me llogari bankare. As populli që hesht si të ishte fajtor për krimin që nuk e ka bërë. A kemi më shumë se një jetë? Apo thjesht nuk e dim që jetojmë vetëm një herë? Sepse nëse do ta dinim, nuk do ta pranonim këtë ferë. Do të dilnim në rrugë. Do të kërkonim drejtësi, dinjitet, jetë. Por ndoshta na kanë mësuar të kemi frikë nga gjithçka, nga policia, nga politika, nga buka e përditshme. Na kanë bërë të mendojmë se heshtja është siguri. Por heshtja është varr. Varr për dinjitetin, për të ardhmen, për kombin. Shqipëria sot është një varr që frymon. Një vend që ende ka rini, por pa ëndra. Që ka diell, por pa dritë. Që ka tokë, por pa drejtësi. Në këtë tokë të lodhur, jeta është bërë aq e pavlefshme, saqë vdekja është e vetmja liri që nuk të takson askush. Deri kur do të heshtim? Deri kur do të pranojmë të jetojmë në skamje shpirtërore, ekonomike e akademike? Ndoshta deri në ditën kur të kuptojmë se heshtja jon është arma më e fortë e krimit që na sundon. E derisa ta kuptojmë këtë, Shqipëria do të mbetet një vend ku njerëzit lindin për të mbijetuar. Jo për të jetuar.